Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 25 mars të 2025-s. Duket se ndikimi dhe favorizimi që kanë të bëjnë përse përket pikërisht kësaj date ka të bëjnë shumë me ndikimin e planeteve dhe ndikimin e hënës. Hëna ndodhet në ujor dhe do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi dhe kohë. Kur kemi në hënën në ujor dhe ka në krah përballë ka luani, do të thotë që një mundësi më tepër për zgjidhur një problem të rëndësishëm. Dita e martë, ku është dita e Marsit, jep një mundësi plus në çështjet e financave. Këtu do të thotë që kemi dhe Mërkurin në Dash, kemi Marsin në Gafore dhe kemi dhe Saturnin në Peshk, kurse në anën tjetër janë disa ndikime shumë të mëdha që lidhen me punën aktuale, lidhen me disa ndryshime që do të keni në fushën e punës dhe mundësi të reja që do të jepet në vazhdimsi. Një vëmendje të shtuar do të keni juve që do bëni ndryshim pune nga dita e sotme, nga dita e nesërme të ditës së martë, ku ka një mundësi, ka një çështje shumë e rëndësishme, shenjat që ka të bëjnë më tepër në këtë aspekt, duket se kemi të bëjmë shumë me ndikimin e Diellit, që është në shenjën e Dashit, kemi hënë në ujor, Mërkuri në Dash, në kënd që bën me planetet e tjera dhe me Afroditën gjithashtu, por shenjat që ndikohen në këtë aspekt janë të shenjës së Dashit, Akrepi, Ujori dhe Luani. Pra, keni kujdesëm në ndryshim pune, sepse prisni ose një rritje në detyrë, ose lëvizje nga një vend pune në një vend tjetër, pra janë disa gjëra që lidhet në këtë drejtim. Prandaj bëni kujdes dhe mos u nxitoni në këtë aspekt.